Mami! Po vjen. Jolida Maliqi tek 1. Nuk kam jetuar kurrë në fshat. E vetmja eksperiencë ka qenë në moshën 13 vjeçare, kur kam shkuar në fshatin e gjyshit tim, në Armen të Vlorës, kam fjetur vetëm një natë atje. Ja, reaguan edhe patat. Marrëdhënia ime me kafshët do t'jetë si me njerëzit. Mendoj do jap sa më shumë dashuri që të marr dashuri, ja. Po reagojnë. Në këtë projekt, avantazhi im më i madh është të qenurit personazh publik. Mendoj që këtu do të shfaqem si Jonida njerëzore, humane. Nuk e di as vetë pse e mora përsipër këtë nismë. Nuk e di kjo vajza e qytetit se sa do të përshtatet me jetën e fermës. Mendoj që kam karakter shumë fort edhe nuk do lejoj askënd që të guxoj edhe mos respektoj të qenurit unë. Cila është pika ime dobët? Duhet ta them? Po e thash, do më sulmojnë të pika ime dobët. Ky rrugtim do më mësoj shumë gjëra të reja dhe ndaj jam këtu, sepse mbi të gjitha po sfidoj veten në një tjetër dimension. Padyshim që do më mungoj Imbir era e tij edhe prindrit e mi. Që tani po më kapin emocionet. Ç'desha unë.